bizneset të cilat kanë në fokus të tyre praktikat që janë në mbështetje të mjedisit. Tek Panja prodhohet gjithçka në mënyrë artizanale. Pra ne prodhojmë një linjë të qumshit nga qumshi Bajames. Të gjitha këto janë të konservuara në kavanoza qelqi. Me ndihmën e partnerëve tanë evropian, kemi bërë një mënyrë shkëmbimi me anë të çantave që janë shumë përdorimshme, po me logon e Panjës dhe po me ndihmën e Bashkimit Evropian. Dhe ato kanë QR kodet e tyre që vjen sërish domethënë tek ne në mënyrë ciklike. Fal disa projekteve europiane të cilat na kanë mundësuar që ne të ripërdorim amballazhin, fokusi është ka amballazhi. Shishja është ajo që ka rëndësinë më të madhe nga vlera ekonomike dhe nga ana e ndotjes, por mos harrojmë që na ka dhënë mundësinë që ne të reduktojmë përdorimin e kartonit duke e zvendësuar me një ambalazh në plastike. E ke menduar ndonjëherë që po të shput i hyra kësaj mendësie, se do ishte shumë më mirë të procedoja, siç janë të gjithë. Asnjëherë. Më pëlqen. Imagjinoni një skenë ku kemi gota që i kemi përdorur, mund të kishim edhe disa mbetje ushqimore, dhe disa prej nesh mund të krijonin përshtypjen që mund kemi të bëjmë me koshin e mbeturinave tek shtëpia, ose edhe me koshin e mbeturinave tek lagja. Por ka të tjerë aman që nuk i shohin këto si mbetje dhe për t'u hedhur, por shohin një mundësi biznesi dhe investimi. Pikërisht për këtë do të flasim në këtë podcast i cili i dedikohet ekonomisë së gjelbër. Jemi këtu me dy zonja të cilat do të na sqarojnë shumë më qartë jo vetëm se çfarë është ekonomia e gjelbër, por edhe se si mund të fitohet, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Jemi në podcastin i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet projektit EU for Green Gen. Jam me zonjën Marcela Gura, e cila vjen nga Panja, dhe Marcela, shkurtimisht, një kompani gastronomie që fut idenë e riciklimit, ripërdorimit dhe ekonominë e gjelbër. Do ma kthesh përgjigjen, por pasi të prezantojmë dhe zonjën Alice Mustafa, e cila vjen nga Partners Albania dhe ka pozicionin menaxher e projekti për sipërmarrjen dhe inovacionin social. Zonja Mustafa, faleminderit që jeni në këtë podcast. Është sfidë jo për faktin që ne do të diskutojmë gjëra të jashtëzakonshme. Do ta bëjmë këtë patjetër, por do t'i sjellim ato në formën për të mos qenë kjo risia e jashtëzakonshme, e pakuptueshme. Marcela, po e filloj me ju bisedën. Panja, kur e sheh në pamje të parë, është një kompani gastronomie e cila ofron ushqim pa gluten dhe pa laktozë. Riciklimin si e futët? Çfarë keni menduar ndryshe në këtë ekonominë e gjelbër? Ashtu siç e dini tashmë, tek Panja prodhohet gjithçka në mënyrë artizanale. Pra ne prodhojmë një linjë të qumshit nga qumshi Bajames, kosi Bajames, salca dhe të gjithë produktet e saj. Të gjitha këto janë të konservuara në kavanoza qelqi. Dhe ne në sensin e riciklimit, pra për ta promovuar pjesën e riciklimit, dhe kemi pasur si qëllim të që në objektivat tona të para, me ndihmën e partnerëve tanë evropian, kemi bërë një mënyrë shkëmbimi apo një mënyrë besimi me klientët tanë që këto kavanoza ata t'i marrin në shtëpi duke i blerë fillimisht dhe më pas me anë të çantave që janë shumë përdorimshme po me logon e Panjës dhe po me ndihmën e Bashkimit Evropian, të sillen sërish, pra të krijohet një lloj rrethi ciklik, duke u larë, domethënë lavostovillje, dhe ato kanë QR kodet e tyre, dhe si thua ne promovojmë një standard për klientët tanë, dhe ata na besojnë duke na rikthyer sërish një produkt, domethënë që është shitur, edhe që vjen sërish domethënë tek ne në mënyrë ciklike. Patjetër. Zonja Mustafa, pikërisht në këtë momentin, ju si Partners Albania, por edhe si përfaqësues të Bashkimit Evropian që ju kemi në këtë panel, ku e kuptuat momentin që është e rëndësishme të mbështetet ky lloj vizioni, sepse është vizion ekonomia e gjelbër, nuk është thjesht një proces. Është shumë e vërtet. Në fakt unë jam këtu si përfaqësuese dhe ju falenderoj shumë për ftesën fillimisht e partnerëve Shqipëri, Partners Albania for Trade and Development, mbaj rolin aktualisht menaxheres e projektit për sipërmarrjen dhe inovacionin social dhe si një organizatë e cila këtë vit feston edhe 25 vjetorin e themelimit të saj. Faleminderit shumë. Ka qenë një organizatë e fokusuar kryesisht dhe si le të themi fushë programatike kryesore të saj, ka mbështetjen e shoqërisë civile dhe të organizatave të shoqërisë civile. Prej më shumë se sa një dekade tashmë, ne kemi përveç në total të 4 fushave programatike që ne kemi dhe fushën e mbështetjes së sipërmarrjes sociale dhe të inovacionit social. Aty ku ne zbatojmë dhe ofrojmë mbështetjen tonë edhe për këto sipërmarrje
të cilat janë bizneset e gjelbërta kryesisht, apo bizneset të cilat kanë në fokus të tyre praktikat që janë në mbështetje të mjedisit apo që janë praktika miksore me mjedisin, të cilat në vetvete edhe aktivitetet të cilat i ofrojnë janë në mbështetje të ekonomisë qarkulluese tashmë, duke e zgjeruar pak edhe fokusin, duke mos qëndruar vetëm tek këto bizneset e gjelbërta, por duke e zgjeruar edhe në atë që ne quajmë ekonomi qarkulluese, jo vetëm ekonomi e gjelbër tashmë. Vetë mbështetja e partnerëve ka ardhur për këto sipërmarrje, duke u fokusuar te sipërmarrjet sociale, shpeshherë jo vetëm bizneset fitimprurse, por edhe sipërmarrjet sociale të cilat mund të jenë organizata OIF, të cilat kanë një mision social, një mision që shkon përtej thjesht misionit të mbështetjes së mjedisit apo misionit të kontribuimit pozitivisht në mjedis. Dhe si pjesë e kësaj mbështetjes së ofruar, ne kemi mbështetur edhe ato biznese të cilat janë biznese që operojnë në sektorin e bizneseve të gjelbërta, të riciklimit, që kanë në fokus jo vetëm impaktin mjedisor, por impaktin social në komunitet, apo dhe ekonomik dhe zhvillimin e komunitetit dhe le të themi avancimin apo zhvillimin ekonomik të këtij komuniteti, që mund të jenë grupe të cilat vetë këto biznese u shërbejnë, apo mund të jenë edhe pjesë e zinxhirit të vlerës për prodhimin e produkteve dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Do të flasim edhe gjatë gjithë emisionit pikërisht edhe për këtë zinxhir vlerës, sepse shpesh duhet kuptuar shumë qartë. Megjithatë, unë do ju ftoj juve për të shikuesit që të ndjekin një material shumë të shkurtër se sa është investuar edhe financiarisht të cilët kanë qenë përfituesit, dhe do kthehemi pastaj për të diskutuar pse ju Marcela e morët kaq seriozisht çështjen e riciklimit. Çfarë pat aty? 620 milion euro janë investimet që Bashkimi Evropian ka dhënë për mbështetjen e tranzicionit të gjelbër dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri, ndërsa për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, mbështetja financiare arrin deri në 6 miliard euro. Fondet janë investuar kryesisht në energjinë e rinovueshme, eficiencën energjetike, modernizimin e rrjetit elektrik, menaxhimin e mbetjeve, ujërat e ndotura, mbrojtjen e biodiversitetit, ekonominë qarkulluese dhe inovacionin. Mbështetja është ofruar përmes granteve direkte, asistencës teknike, investimeve infrastrukturore dhe programeve rajonale, duke ndihmuar Shqipërinë të përafrojë politikat dhe standardet europiane, veçanërisht në kuadër të kapitullit 27 për mjedisin dhe klimën. Përfundimet janë konkrete. Mbi 190.000 qytetarë nga përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve, rreth 37.000 banor rural me akses në ujë të pishëm, mbi 2.000 profesionistë të trajnuar dhe 56 startupe shqiptare të mbështetura për zhvillimin e bizneseve të gjelbra dhe inovacionit. Marcela, siç e shpreha, cili ishte momenti kur ju u shprehët edhe kuptuat që duhet ta merrnit shumë seriozisht riciklimin, ripërdorimin dhe rikthimin në treg të produktit, dhe nuk i pat ato thjesht si mbetje për t'u hedhur? Së pari ndoshta duhet të them diçka më përpara, se si lindi panja. Panja lindi si një nevojë personale. Unë atë kohë u lumtoja shumë për sa i përket produkteve pa gluten dhe pa laktozë, ku në treg ishin produkte jo cilësore, kishte pak ose as pak. Në këtë rast unë vendosa që të mos kërkoj më, sepse e pash që cilësia nuk ishte ajo që unë kërkoja. Pra unë isha një person që kisha një patologji dhe doja një ushqim cilësor. Në këtë rast vendosa të bëja një zgjedhje që është panja. Dhe mendova, ashtu siç unë isha smur dhe shumë njerëz të tjerë do të kishin të njëjtat kërkesa me një produkt cilësor, me një produkt të pakontaminuar, me një produkt që garantonte një cilësi dhe një standard për shëndetin e secilit prej nesh. Në këtë rast u krijua panja, pra duke garantuar. Ta themi dhe për shikuesit që ju personalisht bëni pjesë tek individët dhe tek rastet e suksesshme të kurimit. Unë jam një ndër 4 personat në botë që jam shëruar nga skleroza multiple. Dhe jo pa qëllim ja u kërkova ta përmendin, sepse ka qenë ky investim i cili ju ka çuar drejt kësaj zgjidhjeje edhe ekonomike, jo vetëm shëndetësore. Dhe në kohë mendoja gjithmonë që çfarë do dëshiroja unë si produkt, çfarë do doja unë një panja në mendimin tim. Dhe unë edhe sot e kësaj dite, domethënë për sa i përket produkteve, cilësisë, çdo gjë e mendoj nëse do të isha unë klienti, si do ta doja. Krijuam komplet linjën tonë, linja e qumshit për cilën tu bajames unë jam shumë krenare, sepse për sa i përket prodhimit ne domethënë kemi humbjen 0 tek ajo pjesë, vetëm që se do përmendim për shembull rikoton e bajames dhe salsin e bajames, nga shtrydhet të cilëve del probiotiku, që është një ekstrakt totalisht natyror që edhe ai futet në vazo dhe në kavanoz.
Pra që kemi një ripërdorim ose që kemi një ripërdorim domethënë të ekonomisë dhe kjo më bën mua shumë krenare për sa i përket biznesit tim. Pra unë nuk kam ndërtuar vetëm një biznes, unë kam ndërtuar një brand, kam ndërtuar një emër për cilin unë krenohem. Një stil jetese? Një stil jete dhe është një stil jete që po mbështet shëndetin e shumë njerëzve, domethënë. Si është një ditë e plot pune e juaja me këtë mendësi? Pra përveç se të prodhosh për atë që e konsiderojmë vetë pacient dhe kërkon një produkt të mbrojtur, një produkt jo të kontaminuar, të gjurmueshëm, sepse ju shpreh pak më herë që keni QR kodin. Si është një ditë juaj normale? Nuk është asnjëherë një ditë pa lodhje. Domethënë është një ditë. Këtë ta harrojmë, punë pa lodhje s'ka. Është një ditë që fillon gjithmonë, domethënë me klientët me informim. Domethënë edukimi dhe informimi im është gjithkohës dhe ka qenë që momentet e para. Ne jemi të veçantë dhe në nivel evropian për sa i përket prodhimit. Ne prodhojmë një produkt i miell. Dhe kjo është super e vështirë dhe nuk e realizon dot asnjëri domethënë. Më qëndro këtu të lutem sepse do ta marrim shtruar. Alice, jo pa qëllim e pyeta si është një ditë normale, sepse edhe për anën tuaj që ju jeni vlerësuesit e projekteve që vijnë tek ju dhe që i financoni, i mbështesni, i orientoni. Si është një ditë normale dhe kryesorja kur vjen tek ju një biznes i cili nuk është vetëm biznes social, por ka një tjetër vizion mbi inovacionin dhe kërkon tek ju mbështetje sepse do të eci përpara. Në fakt mbështetja që ne ofrojmë është, le të themi, disa dimensionale. Nuk është vetëm mbështetje financiare, ndonse ne kemi vënë re dhe le të themi gjëja e parë që vetë sipërmarrjet identifikojnë është pikërisht nevoja për mbështetje me kapital, për të financuar disa linja të procesit të tyre të prodhimit apo edhe me pajisje apo mjete të tjera të cilat u shërbejnë për të prodhuar produktet dhe shërbimet. Mbështetja jonë është kanalizuar nëpërmjet disa linjave, le të themi, është një mbështetje financiare padyshim, nëpërmjet skemave të nëngrantimit që ne kemi dhe që aktualisht jemi në zbatim prej vitesh. Nëse mund t'i thoni dhe cilën vlerë kapin këto skema? Kam pasur, skemat kanë qenë të ndryshme edhe në varësi edhe të projekteve të ndryshme dhe patjetër edhe të programeve nën të cilat këto linja janë të veçanta edhe janë duke funksionuar ose kanë qenë pjesë e prioriteteve sipas përcaktimit edhe duhet të thënë të donatorëve. Mbështetja që ne ofrojmë kanë qenë patjetër mbështetje në ngritje kapacitetesh dhe në le të themi një rritje edhe të ndërgjegjësimit përveç rritjes së kapaciteteve të vetë sipërmarrësve apo të individëve që kanë pasur një ide sipërmarrëse të cilën nuk e kanë pas regjistruar si një biznes, por që me kalimin e kohës e kanë kuptuar që mund të jetë, është kuptuar që mund të ketë potencial në treg dhe që mund të jetë një ide e qëndrueshme biznesi. Ne ofrojmë njëkohësisht kërkim dhe patjetër që pjesë e gjetjeve që ne nxjerrim nga kërkimet dhe studimet të ndryshme që ne bëjmë në sektorin e mbështetjes së inovacionit dhe sipërmarrjes sociale, ka qenë edhe advokimi jon për të mbështetur më tej këto biznese. Një ditë normale jona, duke qenë që ne aktualisht jemi në zbatim të disa prej skemave, le të themi, në mbështetje të ekonomisë qarkulluese dhe të bizneseve të gjelbërta, ne jemi në fakt pionierët edhe themi me kënaqëri këtë gjë të konkursit të bizneseve të gjelbërta i cili zhvillohet në Shqipëri nga partnerët Shqipëri që në vitin 2012 dhe me kënaqëri shumë madhe themi që janë mbështet 49 iniciativa biznesi dhe ne me shumë kënaqësi themi bravo. Faleminderit. E themi, nuk e kursejmë falënderimin. Është ndër le të themi iniciativat pioniere në mbështetje të jo vetëm të 7 objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm që këtë vit janë bërë 9 objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, por dhe që fokusohet jo vetëm në mbështetje të mjedisit dhe të atyre objektivave SDG-ve të cilat kanë lidhje me mjedisin specifikisht, por kanë lidhje me komunitetin në të cilin këto zhvillohen, aktivitetet zhvillohen ose produktet shkojnë në treg. Aktualisht në fakt ne me kalimin e viteve patjetër që është rritur edhe mbështetja që ne kemi ofruar nëpërmjet programeve të tjera, vlen këtu të përmendet mbështetja që ne kemi ofruar edhe si zbatues, le të themi, të projektit për inkubimin dhe menaxhimin e granteve për zgjidhjet e riciklimit të qelçit. Marcela, kur ishte momenti që kuptove ose ja vendose vetes si detyrim ju, kompania juaj apo skuadra juaj që ju duhet të hyni në këtë proces? Kjo erdhi fatikisht nuk është se ka ardhur në një moment të saktuar në një pikë. Kjo ka ardhur si një proces. Ka ardhur dal nga dal, sigurisht dhe nga kërkesat e klientëve, për shembull që kur nuk e ka parë fare produktin dhe thotë, shiko, nuk e dua në këtë, të ma vësh në këtë, edhe ti e kupton që ai ka kërkesë dhe ai po kërkon
Sepse po kërkon standard. Një standard, domethënë se po blen një produkt me standard, por ndërkohë do dhe që edhe paketimi të jetë po të njëjtit standard. Aty kuptova që duhet bëja diçka ndryshe, por unë nuk e dija që në Shqipëri operonin këto organizata dhe mbasi jam interesuar, domethënë më duket e çuditshme madje se si mund të mbështesnin si nga ana financiare, po dhe në ndërtimin e kapaciteteve dhe në mbështetje të jepnin dhe vizion dhe mënyrë je këtu, mund të shkosh këtu, më duket shumë e çuditshme në fillim. E kuptuam si thash, si rrjedhoi e klientëve, po ndërkohë dhe asaj që unë gjithmonë kërkoj, domethënë që kërkoj gjithmonë diçka ta bëj dhe këtë, ta kaloj dhe këtë, domethënë të jem diku, sepse kam një produkt me standard, pse të mos jetë, domethënë paketimi, konservimi të jetë po i të njëjtës cilësie, kupton? Dhe të ketë të njëjtin vizion. E ke pyetur ndonjëherë veten, ose më saktë, e ke menduar ndonjëherë që po të shmut deshi hyra kësaj mendësie, se do ishte shumë më mirë të procedoja siç janë të gjithë. Asnjëherë. Më pëlqen. Asnjëherë, dhe ta them me sinqeritet këtë pjesë, unë, domethënë dhe përsa i përket lidhzave të produktit, pra unë është një produkt që unë e njoh që nga fillimi, se ne edhe kultivojmë. Pra unë njoh si kultivohet mielli, si përzihet ai miell, pra po me lidhsa organik, po me produkte organike, që ka një lloj certifikimi prap gluten free, dhe kjo më ka bërë mua që unë të jem krenare për veten time dhe të ndërtoj këtë emër dhe këtë brand që unë jam sot. Po të kisha një biznes tjetër, Klienti do isha jot thjesht një se gjithë të tjerët. Një se gjithë të tjerët. Klientët tuaj, konsumatori juaj, e vlerëson këtë? Apo vjen ju tek ju pikërisht për shkak të këtij standardi që ju ofroni dhe për shkak të problemeve që kanë me shëndetin, apo kanë edhe konsumatorë të tjerë që thonë, nuk jam shqyqyr zotit, kam një shëndet të mirë, po kërkoj një produkt më me cilësi dhe më me standard. Ka të dy kategoritë, domethënë, por shqiptarët në këtë kontekst si po flasim, tashmë kanë filluar pak ndërgjegjësim, nuk janë si para 3 vitesh kur ne kishim hapur panjën. Edukimi është proces që duhet na përfshijë të gjithë. Ne para se fillon bisedën, ndam deri diku eksperiencat tona se kur jemi njohur për herë të parë me nocionin e riciklimit, ripërdorimit, rifutjes në qarkullim të produktit. Kështu që për informacion ka gjithmonë nevojë dhe për edukim do të ketë gjithmonë nevojë. Ndaj dhe për ju Alis, kur vijnë projekte të kësaj natyre, ju vetë, si ndjeheni që ka individ, kompani, institucione, biznese sociale që drejtojnë tek ju dhe thonë, stop, nuk do të vazhdoj më siç kemi bërë, edhe pse për ta në momentet të caktuara ka patur kosto, prandaj vinë tek ju që të marrin mbështetjen tuaj, qoftë në trajnime, në burime njerëzore, qoftë në mbështetje financiare. Ju vetë si e perceptoni këtë kur dikush troket në derën tuaj? Në fakt është e vërtetë, është rritur ndërgjegjësimi edhe kjo gjë është vënë re edhe me kalimin e viteve. Edhe me iniciativat që na kanë ardhur, me idetë që na kanë ardhur. Kanë qenë ide nga më të larmishmet dhe që prekin një sër kategorish, le të themi, apo një sër sektorësh, nuk fokusohen vetëm në atë aktivitetin bazë të prodhimit produkteve e shërbimeve që ata kanë, por gjithmonë më tepër shohim edhe biznese të cilat ndoshta fushën në sektorin e tyre të operimit nuk kanë fare lidhje me mbrojtjen mjedisore apo me standarde të mbrojtjes mjedisit, e kanë në tjetër aspekt konkretisht dhe fokusohen dhe duan që për shembull ambientet e tyre të operimit të jenë ambiente miqësore me mjedisin, apo teknologjia që ata përdorin, pajisjet, makineritë, të jenë ato të cilat ndikojnë pozitivisht në mjedis, ose të paktën ndikojnë jo negativisht në mjedis, nëpërmjet, po themi, emetimit të dioksidit të karbonit, apo edhe mbetjeve që vetë këto makineri, këto pajisje kanë. Pra, gjithë procesi teknologjik i prodhimit ka. Ne jemi të lumtur dhe krenar, le të themi, se patjetër që pyetje personale, nga projektet që të kam rritur dhe e ke lexuar, cili ka qenë ai, le të themi, emocioni që ke thënë, wow, nuk e prisja që ky produkt të merrte këtë lloj forme. Pra, ose ky material të kalonte, ku di unë, në këtë lloj forme, që të ka dhënë këtë tikun që duhet bërë. Pra që të ka impresionuar? Do të them edhe e kam shumë të vërtet këtë gjë, ka qenë projekti i pikërisht riciklimit të mbetjeve të qelçit. Sepse për mua të njihesha me këto iniciativa, ne aktualisht janë 3 iniciativa të cilat janë mbështet nëpërmjet këtij projekti, po themi 3 iniciativa biznesi të përbëra nga 3 ose 4 biznese të veçanta të cilat përbëjnë këto iniciativa. Pra ata bashkë veprojnë me njëri tjetrin, bashkëpunojnë për të arritur një objektiv, një qëllim të përbashkët. Dhe për mua ka qenë mbreslëndse të kuptoja së pari çfarë do dilte në fund të secilës prej këtyre iniciativave dhe çfarë synoi që të arrihej dhe t'i shikoja edhe nga afër, sepse ne patjetër që bëjmë vizitat tona të monitorimit, patjetër që jemi në monitorim, por në kontakt të vazhdueshëm, do të thosha më shumë se sa në monitorim për të para
po shkojnë gjërat siç duhet, por në kontakt të vazhdueshëm edhe për të kuptuar nevojat dhe të shihje proceset ka qenë një gjë për mua mbreslënse. Nuk e kisha imagjinuar, nuk kisha parë ndonjëherë. Për shembull, me njërën për iniciativave që është Circular Art Hub quhet iniciativa dhe ka të bëjë pikërisht me kthimin e mbetjeve të qelqit në art. Dhe nuk e kisha parë ndonjëherë se si qelqi mund të merrte forma të ndryshme, të tjera, mbetjet e qelqit, paketimet, të merrnin forma të tjera, të cilat mund të përdoreshin për qëllime artistike. Jashtë produktit origjinal kur kishte qenë. Ishte befasuese të shihja se si shishe për shembull ose çfarë kishte qenë më parë paketim kavanoz shishe, kishte marrë atë formaj të bukur arti që ti nuk do ta mendoje se ta shikoje, se ta kuptoje kur. Por po ashtu ka qenë edhe tek projekti i konkursit bizneseve të gjelbërta, duke parë nga afër dhe duke pasur mundësinë unë që të vetë edhe ta shoh, ka qenë për shembull Activity që janë fitues, ndoshta është edhe memoria fakti që është Janë më të afërta emocionalisht dhe mbajnë më shpejt. Ka qenë fabrika e përpunimit të vajit, të ullirit Alsa në Fiershegan, dhe ai është modeli më tipik i ekonomisë qarkulluese ku çfarë do lloj gjëje rifutet në proces dhe asnjë gjë nuk shkon dëm. Domethënë lëndën e parë e përdor aq shumë sa del nxjerr disa produkte nga lënda e parë. Po, dhe vetë bërësit që ata i quajnë ose mbetjet nga ulliri, ato ripërdoren për të prodhuar energji dhe për mua ishte e pakonceptueshme, nuk isha njohur më parë. Ju e shpreh pak më parë Marcela që nuk jeni bërë asnjëherë pishman që jeni dedikuar kësaj forme të bërit biznes, por sfidën më të madhe ku e keni pasur? Sfida më e madhe ka qenë kryesisht në pjesën e edukimit. Më thënë, unë përsa i përket edukimit, kam qenë ditën e parë, që vetëm kam folur dhe nuk jam lodhur kur dhe gjithmonë edhe sot e kësaj dite e bëj me shumë pasion këtë gjë. Sepse ishte një gjë që unë e kam provuar tek vetja ime dhe duaj që t'i bërtisja gjithë botës që kjo është rruga. Dhe këtë unë edhe sot e bëj me pasion dhe unë them kjo ka qenë ajo që unë që ndoshta jemi ne sot këtu ku jemi. Domethënë, pra, po që ta kuptojmë qartë, po na thuaj që sfida jote ka qenë më e madhe të edukosh konsumatorin tënd dhe blerësin tënd apo të gjesh financat për të bërë produktin që konsumatori jot ta. Pra se dua ta kuptoj këtë ndarje. Financat janë një vështirësi tjetër që kanë qenë fillimet e para, që në momentin kur ka filluar panja. Domethënë, sepse ti zgjedh që në momentin e parë që lënda e parë është më e shtrenjta. Produkti lidhës është më i shtrenjti. Domethënë, duke që më i shtrenjti është dhe produkti më cilësor. Domethënë, që në fillim fare ti zgjedh sfida shumë të mëdha. Dhe patjetër që këto ecin paralel me njëra tjetrën. Po them që në fillim i kemi zgjidhur vetë këto, kështu. Shqiptarëshe, po? Pastaj vinë donatorët. Që realisht domethënë i falenderoj, gjej mundësinë që t'i falenderoj, sepse na kanë dhënë jashtëzakonisht shumë mundësi. Më thonë, si tek pajisja e qumshit, apo tek pjesa e riciklimit. Alice, ju e keni pasur më të lehtë që të edukoni komunitetin e biznesit, të orientohet drejt ekonomisë qarkulluese, apo ata kanë ardhur me plane konkrete tek ju? Si ka qenë kjo marrëdhënia jep merr me komunitetin e sipërmarrjes? Marrëdhënia ka qenë edukashme, le të themi, ose edyanshme. Patjetër që ne i përmbushemi ose i përmbajemi disa prej shtyllave kryesore, le të themi, në të cilat duhet që vetë projektet të bien, ose duhet që të përmbushin, duhet që të, le të themi, çekojnë atë kutin në momentin e aplikimit, sepse ka kriteret të cilat, mbi të cilat ato vlerësohen. Por patjetër që ka qenë edhe kemi parë me kalimin e viteve, një rritje më të madhe të ndërgjegjësimit, atë që vetë Marcela tha, në lidhje edhe nga vetë bizneset për të ardhur me ide të cilat ata kanë parë potencialin për të zhvilluar ata. Dhe më pas kanë tentuar të gjejnë mënyrën se si mund ta bëjnë të mundur këtë gjë, nëpërmjet gjetjes së mbështetjes apo edhe nëpërmjet le të themi bashkëpunimit edhe gjetjes së pikave të kontaktit të cilat do t'i çonin në arritjen e këtij suksesi. Patjetër që një pjesë e mirë për të mos thënë të gjitha projektet që ne kemi në fushën e sipërmarrjes dhe të inovacionit, kanë një element dhe ndër kriteret vlerësuese, kontributin apo impaktin që kanë në mjedis apo në disa prej, le të themi, këtyre shtyllave kryesore apo prioriteteve kryesore që shkojnë dhe në të njëjtën linjë me prioritetet strategjike të vendit tonë. Vetë nga ana e bizneseve kemi parë që, sikur se thash, ka biznese të cilat nuk operojnë fare në këtë sektor dhe që kanë dashur që të kenë mundësi aq sa çata munden
të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Kemi për shembull studio muzikore, të cilat kanë dashur që nuk kanë lidhje në vetvete me ekonominë Këto qarkulluese. biznese që vinë në këtë lloj forme, e shohin si një trend apo e shohin dhe si fitimprurse? Sepse një biznes që të funksionojë si i tillë, qëllimi fillestar ka të fitojë dhe më pas të fitojë në mënyrë të ndershme dhe të shëndetshme. Ata që vinë tek ju, si e kanë për efekt trendi apo e kanë për efekt fitimi real? Të paktën nga të gjitha idetë që ne kemi mbështetur deri më tani, ndoshta vetëm duke përmendur konkursin e bizneseve të gjelbërta, nga rreth më shumë se sa 65% e tyre janë ende aktive në treg. Flasim edhe pas vitit të parë të krijimit të tyre, pra është tani më viti i 13, sikur se thashë që ne e zbatojmë. Do të thonë që i kanë qëndruar tregut, do të thotë që kanë pasur fitimet që kanë patjetër. Kanë qenë të qëndrueshme dhe ne duke vlerësuar qëndrueshmërinë jo vetëm në aspektin mjedisor, por duke vlerësuar edhe qëndrueshmërinë ekonomike të tyre. Faktin që ata kanë gjetur zgjidhje ose kanë ofruar produkte e shërbime apo mënyra se si ofrojnë këto produkte e shërbime, të cilat i kanë rezistuar kohës dhe kanë qenë produkte të kërkuara në treg. Pra që ekonomia qarkulluese është ekonomi fitimprurse. I qëndron këtij parimi? Pra, konkluzioni jon i imi të krasis jam si për Mars. I mbështetet bilancave të tua financiare? Patjetër. Dhe në rastin e mbështetjes nga projekti i Bashkimit Evropian, fitimi jon është rritur akoma dhe më shumë, dhe ne jemi më të kënaqur sepse kemi zgjeruar strukturën tonë, ofrojmë një shërbim më të mirë dhe klientët është më i kënaqur. Pra, është një avantazh konkurrues në rritje? Pikërisht për shkak të faktit që vizioni me cilin ju menaxhoni biznesin tuaj është pikërisht në ekonominë qarkulluese që ju përdorni materiale të riciklueshme, i përdoroni. Është rritur dhe si thua, dhe aksesi, është rritur dhe pëlqimi nga ana e klientëve, pra është një gjë që është vazhdon domethënë dhe tek ne dhe tek klienti. Punojësit tuaj, fakti që ju i rekrutoni ata dhe duhet të punojnë në këtë lloj forme, i impakton, pra i frymëzon për të punuar në këtë lloj forme në rastin tuaj konkret? Tash, të them të drejtën, jo të gjithë, domethënë dhe për këtë përpiqem që të bëj edukim, patjetër dhe me punojësit e mi. Patjetër. Eksperienca është mbretëresh në çdo rast. Alice, a janë krijuar profile të reja të vendeve të punës pikërisht për shkak të ekonomisë qarkulluese? Po. Ne në fakt e kemi edhe ndër indikatorët që ne masim. Okej, patjetër. Tregun e punës. Tregun e punës. Patjetër. Sa vende pune krijohen nëpërmjet këtyre iniciativave biznesi, për aq kohë sa ato zgjasin, por synimi jon ka qenë gjithmonë që këto vende të jenë të qëndrueshme edhe për te i financimit dhe mbarimit le të themi të grantit. Duhet thënë që vetë projekti i mbështetur nga BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet e jetueshme, zbatuar nga Gizi në Shqipëri, ka qenë ndër projektet pioniere, pjesë e programit Lab of Tomorrow 23, Lot 23, dhe ka qenë ndër projektet pioniere për krijimin e vendeve të punës në këtë sektor, të riciklimit dhe në ekonominë qarkulluese me fokus specifikisht riciklimin e qelçit. Ky ka qenë synimi jon dhe ne shpresojmë që ta shohim të materializuar këtë gjë. Për te vendi të punës edhe mendësisë së sipërmarrjet, apo krijohet një treg real në Shqipëri në gjykimin tuaj? Në terma të vendeve të punës, jo vetëm të vendeve të punës, edhe të vizionit të investimit. Pra, a ka një treg real për produktet dhe sepse Marcela e ka përmendur gjatë gjithë kohës, edukimi. Ne vetë ndjejmë të nevojshme edukimin, sepse jemi ende një vend që nuk bëjmë ndarje në burim të mbetjeve. Po, është vërtet. Që këtu kemi një sfidë shumë të madhe, por për ato biznese të cilët tashmë e kanë kaluar, e kanë kapërcyer këtë etapë të tyre, po krijohet një treg. Dhe a i besojnë konsumatorët më shumë kësaj kompanie që prodhon këtë produktin pikërisht për shkak të riciklimit, ripërdorimit, rifutjes në treg? Shpesher besoj unë, ndoshta nuk e di se sa i sakt mund të jetë apo përgjithësues mund të jetë si mendim. Shpesher ndodh që vetë konsumatorët nuk janë ndoshta në dieni të vetë praktikave që biznesi po ndërmerr në terma të riciklimit. Edhe shpesh ndodh që bën sens. Nuk e kanë njohurinë e nevojshme dhe për këtë arsye duhet një ndërgjegjësim pak më i lartë, le të themi. Së pari për të ndërgjegjësim më i lartë duhet të vi edhe për të kuptuar ndikimin negativ të mos përdorimit të këtyre produkteve, por përdorimit të atyre produkteve të cilat ndikojnë negativisht në mjedis. Si fillim kjo gjë. Ndërsa nëse do ta thosha në lidhje me tregun e krijuar apo me vetë investimin në këtë sektor edhe në këtë treg, do të thosha që ka ardhur në rritje si ndërgjegjësim,
Ne flasim tani më për termat që mund të jenë impact investing, që ka të bëjë investimi me impact, pra në sipërmarrje të cilat janë sipërmarrje me impact, që të cilat nuk janë thjesht sipërmarrje sociale, por që shkojnë pak më gjerë dhe janë pak më që kanë efektin më të zgjeruar, se sa thjesht fitimi. Dhe impaktin, ndikimin e kanë më të gjerë se sa thjesht në një apo dy sektor, dhe për të kuptuar edhe vetë bizneset që në fakt ky investimi me impact duhet bërë në mënyrë shumë të, le të themi, të përllogaritur dhe duhet bërë në mënyrë shumë të mirë kalkuluar, le të themi. I kemi metodat e matjes pikërisht për këtë lloj, po them sektor, sepse ende jemi le të jemi infantil, jemi ende fëmijë në këtë, pavarësisht dëshirës shumë të madhe, jemi duke u rritur, jemi në rrugë të mbarë, por kemi punë përpara. Ka metoda të matshme konkrete që të themi po, ky produkt i cili vjen nga një sipërmarrje që ka këtë vizion, ka këtë mbështetje, ka edhe një klientel që e mbështet. Po, në fakt ka sisteme të matjes së impaktit, qoftë ky impakt mjedisor, impakt social, impakt ekonomik, sikur se tham. Jo të gjitha bizneset dhe duhet thënë që ka nevojë për rritje kapacitetesh në këtë drejtim, në terma të sipërmarrësve për të kuptuar ata impaktin që vetë sipërmarrja e tyre ka. Ata mund të kenë vullnetin e mirë, le të themi, dhe dëshirën e mirë për të kontribuar dhe për të pasur një ndikim sa më të madh, por shpeshherë ndoshta nuk dinë tamas, nuk janë profesionistë të fushës për ta kuptuar këtë gjë. Por janë në ndërgjegjësim për aq kohë sa janë edhe kanë marrë si sipërmarrje këtë gjë. Në rastin tuaj konkretisht, cila ka qenë mbështetja që ju keni përfituar nga Bashkimi Evropian dhe nga projektet, pikërisht në të gjithë segmentit ku ju keni marrë mbështetje? Dhe pyetja më e sinqertë sa kaq, ja ka vlerëtur, do t'i bëni të gjitha ato ndryshime në rast se nuk do të kishit mbështetje? Absolutisht jo, absolutisht jo, dhe në një kohë kaq të shkurtër, domethënë se ne periudha e implementimit ka qenë për 6 muaj, absolutisht jo, dhe gjej prap momentin që të falenderoj mbështetjen dhe mua kjo mbështetje më ka siguruar uljen e kapacitetit të punojësve, pra nëse për një proces po themi të qumshit që mund ta bënin 2-3 veta, makineria për shembull mund ta bëj vetëm një person në një kohë shumë të shkurtër, pra ka ulur kohën e punës. Atë ka ulur kohën e punës, po atë ka ulur numrin e vendeve të punës? Po. Pyetja ime edhe kjo do ishte. Dalin nevojat të tjera. Dalin nevojat të tjera, absolutisht, dhe kështu që nuk është se më ka ulur, domethënë. Ku e shikon panjën pas 3 vjetësh? Panjën e shikoj të konsoliduar, një biznes i gjelbër i konsoliduar, dhe ajo që kam ndëruar që në fillimet e mia është një sistem franchising në gjithë Europën, duke qenë se është një produkt totalisht origjinal dhe i veçantë. Dhe shpresoj që panja të udhtojë nëpër Europë me të njëjtin standard që ka dhe në Shqipëri. Pra, duke qëndruar këtu, bizneset tona që hyjnë në këtë lloj sa të gatshme kanë tregun evropian? Se ne jemi ekonomi importuese. Tani me këtë dëshirën e madhe duam të eksportojmë. Në rast se eksportojmë dhe i qëndrojmë këtij standardi që Bashkimi Evropian mbështet, produktet tona mundet të kenë një treg më të gjerë europian në rastin konkret? Ne kemi pasur raste në fakt kur vetë bizneset janë ndërkombëtarizuar fillimisht duke u shtrënë në rajon, duhet thënë në vendet fqinje, kryesisht Kosova, Maqedonia, Malizi, por ka pas edhe biznese të cilat synojnë tregun evropian. Më duhet të them që është e vështirë. Është e vështirë për shkak të standardeve të cilat këto biznese duhet të përmbushin dhe për standardet që vetë tregu evropian kërkon që këto biznese të përmbushin ose këto produkte shërbime të përmbushin në mënyrë që ato të shërbehen edhe të jenë pjesë të përdoren nga qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian. Ka shumë punë për të arritur deri aty, e mendoj dhe e them këtë gjë që duhet shumë punë. Mos na dekorajo tani se jo, jemi këtu për të informuar, për të bashkuar forcat edhe për të thënë që çështja ekonomike dhe çështja valle kuksi duhet kërcejnë të gjithë, të kërcejnë gjithë mirë. Është shumë e vërtetë. Nuk është tango, kështu që. Është shumë e vërtetë sepse le të themi që standardet që kërkohen janë të një cilësie dhe të një niveli tjetër. Ne patjetër që synojmë që të aderojmë edhe të jemi pjesë, edhe nëse duam të jemi pjesë do duhet që t'i përmbushim këto standarde dhe patjetër që kanë nevojë për mbështetje në këtë drejtim. Së pari për vetë bizneset tona
shpeshherë janë edhe biznese familjare, dhe janë biznese të vogla, të cilat nuk e kanë atë kapacitetin për të përmbushur dhe për të qenë rigoroz. Pra për të përmbushur nevojat e tregut tonë, pastaj të kenë mundësinë për dalë në një treg më të Për të përmbushur standardet për të operuar si produkte të cilat janë me standarde europiane. Okej. Pra jemi ende në sfidën për të përmbushur standardet, jo vetëm për të përmbushur nevojat. Për të përmbushur standardet, për të përmbushur nevojat, ne për shembull aktualisht kemi biznese të cilat janë duke u shërbyer produktet dhe shërbimet e tyre, por nëpërmjet njohjeve familjare, nëpërmjet bashkëpunimeve që ata kanë të ngushta, mbështetjes në komunitet, po. Por jo për të operuar, për të hapur një pikë shitje apo për të pasur pika të dedikuara shitje në këto vende të Bashkimit Evropian. Nuk flasim për të gjitha bizneset, kuptohet, po një pjesë e mirë e tyre janë në kapacitete të vogla. Unë dëshiroj t'ju ftoj që të ndjekim së bashku një tjetër rast suksesi që kemi po në vendin tonë me birrën e gjyshit. Do të shkojmë te birra e gjyshit, do të kthehemi sërish në studio për të thënë mesazhin e fundit. Nëse doni të dini se si prodhohet një birrë artizanale dhe merrni rrugën të vini tek birra e gjyshit, si fillim nuk do ta kuptoni ku po hyni. Por pasi ta kaloni këtë fazë, do të shihni një cikël plotësisht të mbyllur të prodhimit të birrës, nga ajo përpunimi dhe mbledhja e ujit dhe humusit, tek prodhimi i birrës, kur humusi dhe uji dhe fillon edhe me maltin që është kryesorja për birrën, jemi në vizionin e një ekonomie plotësisht qarkulluese të qëndrueshme në një biznes të ngritur mbi vizionin e ekonomisë së gjelbër. Çfarë do të bëjmë? Do të njihemi me Etjen Zekën dhe me birrën e gjyshit. Të gjithë ata që duan birrën të njohin në këtë pjesë, pra që ju prodhoni një birrë artizanale. Pyetja ime fillestare është si lindi kjo ide për të prodhuar një birrë artizanale dhe për më tepër e përqendruar tek ekonomia ricikluese, ekonomia e gjelbër. Është shumë e thjeshtë. Unë kam jetuar jashtë edhe kur erdha këtu në Shqipëri që vendosa të jetoja këtu, ideja më lindi në mënyrë më spontane të mundshme. Siç është edhe birra artizanale, spontane e thjeshtë. Duke parë që tregu shqiptar nuk ofronte një produkt artizanal cilësor. Dhe mbi të gjitha, ideja që më lindi sepse dëshiroja të kishim një produkt që është nga ana shëndetësore i mirë për të konsumuar, dhe kjo është gjëja primare, dhe nga ana tjetër një produkt që është i veçantë, një produkt që është konkurrent në treg, dhe një produkt që është ndryshe nga ajo çfarë ofron tregu shqiptar. Si u konkretizua? U konkretizua që unë thjesht fillova me një sasi shumë të vogël, e prodhoja për miqtë dhe shokët e mi. Nuk ishte ideja fillestare për ta bërë një biznes, prandaj po thoja që kjo lindi në mënyrë shumë spontane, edhe duke e provuar disa miq, shok që kanë biznese në Shqipëri, në Tiranë, në Shkodër, në Vlorë, filluan duke i kërkuar. Dhe aty më lindi ideja, thash, po prit një sekond, se këtu pas ka me tërmend, me të vërtet një mungesë në treg. Edhe e futën në treg. Si? E futën në treg. Si? Kush ju mbështeti? Si e orientuat prodhimin tuaj drejt tregut? Shiko, e gjithë ideja ka qenë, ka qenë ideja e birra e gjyshit. Është ideja këtu që gjyshi nuk bën produkte me hile. Bën produkte të mira, bën zahire, Dhe ja dhash një mikeshës time që është dizajner, i thash, thjesht i tregova idenë, filozofinë, ajo më bëri këtë brand edhe pati një sukses të paparë. Kur ju lindi përtek kësaj dëshirës së birrës së shëndetshme, birrës që mungonte në treg, që gjyshi nuk bën hile tek nipi dhe mbesa, plotësisht dakord, po për të futur termin ose më saktë vizionin e një ekonomie të qëndrueshme dhe ricikluese. Ju kur e patët këtë shkëndi dhe kur filluat të investoni pikërisht për të përqendruar tek ekonomia e gjelbër? Shiko, në mendimin tim, ekonomia e qarkullueshme është diçka shumë dinamike, shumë organike, edhe birra duke qenë një produkt shumë popullor, ka shumë elemente të cilat lidhen direkt me agrikulturën dhe sidomos me territorin e Pogradecit. Pra, zinxhiri i prodhimit është i gjatë, po na shpjegon. Nga fermeri që merret me tokën deri te konsumatori që pi gotën e birrës, ka një zinxhir vlere në gjithë produktin tuaj. Riciklimi në këtë pjesë të procesit e keni? Atëre, fal disa projekteve europiane të cilat na kanë mundësuar
na kanë mundësuar që ne të ripërdorim ambalazhin. Fokusi është ka ambalazhi. Shishja është ajo që ka rëndësinë më të madhe nga vlera ekonomike dhe nga ana e ndotjes, por mos harrojmë që na ka dhënë mundësinë që ne të eliminojmë në një farë mënyre, të reduktojmë përdorimin e kartonit, të ambalazhit të karton, duke e zvendësuar me një ambalazh në plastike. Kjo përveç se është një kosto që nuk kthehet me atë, kjo është një mbetje në natyrë. Kostot, nëse do të kishit pa ripërdorim të shishes, sa janë të prodhimit me shishen dhe sa keni reduktuar nga përdorimi i letrës, i kartonit në këtë rast? Aktualisht, sepse ne jemi në fillimet të këtij projekti, Patjetër. kemi reduktuar gati 10 deri në 12% të kostos totale të produktit, fal rikthimit të ambalazheve. Në total. Në total. Që do të thotë më shumë para për biznesin tuaj dhe më shumë mundësi riinvestimi për të rritur. Dhe më shumë kompetitivitet në treg, patjetër. Jo vetëm si prodhues artizanal, por dhe si prodhues vendor është një mbështetje shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, sepse përkthehet drejt për së drejti në vende pune, në mirëqenie për komunitetin apo dhe për të punësuarit tuaj. Tregu juaj përveç atyre që ja kërkojnë në Shqipëri, keni tentuar tregun evropian? Ne kemi patur goxha kërkesa nga tregjet europiane, sidomos nga shtetet fëqin, sidomos nga shqiptarë që banojnë edhe kanë biznese, por unë kam një filozofi dhe jam limituar në këtë aspekt sepse mendoj që një produkt artizanal duhet të konsumohet në ambientet lokale, në ambientet më të afërta, duhet të jetë i freskët edhe për të rekuperuar ambalazhin, është shumë më i vështirë ta rekuperosh nga jashtë. Kështu që Kjo filozofi ju ka bërë të vazhdoni më tepër apo dhe t'i vini ndonjëherë pishmarit që do ishte më lehtë procedoja siç janë tashmë bizneset tradicionale? Shiko, në qoftë se do të rritesh në biznes në këtë aspekt, duhet të bësh kompromisa me produktin. Në qoftë se bën kompromisa me produktin, do humbasësh konsumatorës dhe cilësinë. Kështu që kjo është një thikë me dy presa. Mbështetje nga donator, keni patur në këtë sipërmarrje tuajën? Fal këtyre donatorëve, po fal projekteve që unë kam aplikuar, ta them me plot gojë që vlera e kësaj kompanie është rritur me 40%, sepse kemi fituar disa projekte të cilët na kanë dhënë mundësinë që ne jo vetëm të riciklojmë, të ripërdorim, të fitojmë kliente dhe të krijojmë produkte të reja, sidomos nga gizi edhe nga projektet europiane kemi patur një dorë shumë të mirë. Normalisht kemi ditur t'i përdorim, patjetër. Për një që nuk pi alkool, nuk e di se si është shija, po gjithsesi puna e bërë ishte siç e patë, e mrekullueshme, kështu që këtu nuk kemi çfarë themi. Megjithatë, çfarë do t'i këshilloje një sipërmarrjeje të re? Një vajze, një gruaje që do të nisë një biznes të vetin, edhe ka synim që të krijoj unitetin e vet, edhe të qenit unike pikërisht për shkak të ekonomisë qarkulluese. Pra, do t'i sugjeroja që të shikonte një problematik, ta vlerësonte atë dhe atë ta shikonte si sfidë dhe si zhvillim për të ndërtuar diçka të veçantë. Pra nuk jam kjo pjesa e biznesit komun, jam gjithmonë për një gjë që se ka askush. Që se ka askush, por që ka efekt në komunitet. Në midis, në komunitet, në shëndet. Absolutisht. Për sipërmarrjet e reja. Por edhe ato që janë aktuale në ekonomi, në treg, qarkullojnë parat, qarkullojnë produktet e tyre. Çfarë do t'i këshillonit? Do të thosha që t'i shkonin deri në fund ëndrrës së tyre, sepse shpesh kemi kuptuar që kjo gjëja vjen së brendshmi. Vjen me besimin me vlerat që vet individi ka dhe do t'i sugjeroja që t'i shkonin deri në fund edhe duke u përpjekur në çfarëdo lloj mënyre për ta bërë të mundur, për ta bërë fizibël, për ta bërë të mundur që gjëja të realizohet. Shpesh herë na ka ndodhur që rastet më tipike kanë qenë rastet individëve të cilët e kanë pas ëndër, kanë qenë këmbgulës në atë që kanë dashur dhe vjen momenti që fal përpjekjeve dhe fal
le të gjithë kësaj këmbgulje janë shpërblyer pozitivisht për të arritur edhe për ta materializuar atë që ata kanë dashur të arrijnë. Dhe besoj që gjëja më e mirë që do duhet të sugjeroj është që të jenë këmbgulës në atë që kërkojnë. Dhe patjetër që të shohin mundësitë. Dhe ti mbajnë syt nga thirrjet që bëni, se duhet të shumë rëndësishme. Bashkëpunim dhe përmbështetje, sepse janë aty, janë për të mbështetur këto sipërmarrje, duhet thjesht që le të themi ta kanalizojnë apo ta formësojnë idenë e tyre në atë mënyrë që të jetë e kuptueshme për ne, që më pas të ketë mundësi edhe të mbështetet në vijim. Unë ju falenderoj për kohën tuaj, për sqarimet, për mundësinë, por edhe për vizionin, sepse duhet të kuptojmë që Shqipëria është një ekonomi në tranzicion, edhe ekonomia qarkulluese është vizion, është investim, është vend pune, është fitim dhe duhet marrë shumë seriozisht, sepse pas kësaj vjen edhe një shëndet më i mirë dhe le të themi një shoqëri më e mirë organizuar dhe më e lumtur. Unë ju falenderoj për vëmendje, falenderojmë dhe Bashkimin Evropian që na mbështet për të patur këtë podcast informues, por jo vetëm aq, edhe me raste suksesi dhe relaksues. Takojmë një episodi tjetër.